Çikudev Bargadas. Flavia Çikudev. Unë sot do ta nis duke mos e treguar temën për të cilin do flasim, po do ta nis me një pyetje për ty direkt. Bargadas. Pse neve flasim kaq shumë për mendje? Sepse mendja do thoja përcakton cilësinë e jetës tonë. Përcakton vlerën e jetës tonë, përcakton vlerën dhe mënyrën se si ne jetojmë jetën, vlerën dhe mënyrën se si ne shohim veten, vlerën dhe cilësinë e mënyrës se si lidhemi me gjithçka që jemi dhe gjithçka që kemi. Po mirë Bargadas, çfarë thot Gurxhia për një mendje pozitive krahasuar me atë të një bote moderne? Gurxhia thotë që mendja, pra kemi prekur ku mendja fokusohet ai është realiteti jot. Dhe mendja po themi ka dy kahe të kundërta. Po themi që hapësira ku mendja mund të fokusohet. Po themi nëse i ndajmë në dy gjëra. Është fokusohesh tek ajo që është e përkohshme dhe ajo që është e përhershme. Është një mendje që mund të fokusohet në realitetin e jashtëm që është gjithkohën duke ndryshuar, ose një mendje e fokusuar tek hynoria, që ajo që është e përhershme. Dhe kjo është të gjithë fakt jeta për të kuptuar këtë gjë dhe spiritualiteti për ta zhvendos këtë mendje ka gjërat e përkohshme drejt asaj që është e përhershme. Po kjo dhe një është shumë e rëndësishme për ta kuptuar, Flavia. Kur them këtë, nuk do të thotë që kjo jetë që po jetojmë nuk është jeta që duhet, ose nuk janë kushtet që duhet, pra i bie që asgjë si jashtëmi të mos bëjmë. Jo. Por të ndryshojmë qasjen dhe mënyrën se si qasemi jetës. Sërish vazhdoj ta them, pse bëj atë që bëj, është shumë e rëndësishme për ta kuptuar. Pse jam ky që jam? Pse rrethohem me njerëzit që rrethohem? Ne asnjëherë nuk jemi interesuar për këtë gjë, por nuk është asgjë e rastësishme. Dhe atëherë kur fillojmë dhe kuptojmë këtë gjë, atëherë puna me mendjen tonë nis. A dua t'i jap mendjes një ushqim që rezultati i saj do më bëjë të vuaj? Apo dua t'i jap mendjes një ushqim që do më bëjë të lumtur? Po them, njeriu don të jetë i lumtur, por ajo çfarë është duke ushqyer mendjen është ajo që të largon nga lumturia dhe të bën të mirë. Dhe ti thua, pse nuk jam i lumtur? Po sepse je duke ushqyer mendjen tënde me, Gurxhia thot, me mbeturina. Pra nëse ti thua, pse më dhem stomaku, shumë e thjeshtë, sepse je duke ushqyer me ushqimin e gabuar. Kur shkon tek doktori, çfarë thot? Të pyet, ma thuaj pak dietën. Dhe pastaj çfarë bën? Hiq këtë dhe shto këto. Shumë e thjeshtë. Dhe ajo është edhe jeta jonë. Po them, nëse ne, dhe mua gjithmonë më vjen në mendje kjo, dhe Gurxhia e citon me të drejtë. Po të shkojmë në rrjetet sociale, të shohim cilat janë postimet që kanë më shumë like. Ku ka vrasje, ku ka dhunime, ku ka gjëra negative. Njerëzit, dhe jo njerëzit, po mendja njeriu vrapon atje. Dhe shim, po themi, futemi tek podcasti jon, futet diçka që ka vlerë. Njerëzit nuk kanë interes. Dhe shumë e thjeshtë. Dhe më erdhi një histori. Një mjeshtër shpirtëror ishte fliste shumë pak. Dhe ku i shkohenin për këshilla njerëz të jetës përditshme, ai çfarë bënte? Thjesht bënte shaka. Dhe njerëzit filluan të agjitoheshin. Unë erdha për një këshill dhe vetëm se këshilla ky nuk jep, thjesht argëtohesh diçka që e gjej kollaj në jetën time. Dhe një dishekull i tij shkon edhe i thot, mjeshtri i thot, njerëzit janë shumë të zemëruar me ty, dhe ai bëhet serioz. Pse i thot? Sepse ata vinë për këshilla dhe ti thjesht bën shaka disa minuta dhe i let të shkojnë. Dhe ata kanë ardhur për këshilla, duan të ndryshojnë jetën e tyre. Gjoj thot. E vërteta është që bota, njerëzimi sot nuk do në vërtet të ndryshojë. Dhe jeta e tyre është aq e mirë sa çfarë bëjnë?
ju jap të paktën ca grimca të vogël lumturie. Sepse nëse unë do ju jap këshilla, vërtet, ti mendon që janë gati për t'i vendosur në praktik? Jo. Dhe prandaj nuk ja u jap. Dhe çfarë bëj? Ju kujtoj me grimca të vogla, me pak shaka që jeta është e bukur. Pra, kjo tregon shumë, Flavia. Dhe sërish ata nuk e kuptojnë. Dhe sërish Sepse shkon. Po që do ta kuptosh atëherë kur jeta do të përplasi. Mos u bëj merak. Jo. Do ta kujtoj një ditë, Flavia. Jam e qartë, jam shumë e qartë për këtë pjesën. Mirë Bergadas, një mendje pozitive a ka të bëj edhe kur themi neve, për shembull që ai është një njerëz shumë i mirë. Ndërkohë që mendje nuk e ka dhe aq pozitive. Ka të bëj kjo me momentin ku ata ndodhen, ka të bëj me natyrën e tyre, apo ka të bëj me, domethënë, si të thua, mendja pozitive duhet të praktikohesh për ta orientuar drejt të menduarit vetëm pozitivisht. Ka dy kahet. Ka pozitivitet dhe ka negativitet. Po themi dhe në rrugën shpirtërore. Dhe ne, dhe çdo njeri tek çdo njeri në rrugën shpirtërore, edhe mund të shohë shumë vite, ndoshta është dikush 20 vite në rrugën shpirtërore, 30 vite, 40 vite, sërish sheh ca gjëra, sheh negativitet, sheh zemrim, sheh lakmi. Dhe çfarë ndodh në rrugën shpirtërore? Kur ti don të ndryshosh, akoma tepër me praktikat, me gjithçka që bën, negativiteti zgjohet. Bëhet më i dukshëm. Dhe kjo ndonjëherë duket raste ose mund trembemi, u bëra shpirtëror dhe jam bërë më negativ. Jo, nuk do të thotë që je bërë më negativ, por negativiteti zgjohet. Pse? Cili është qëllimi i tij? Sepse ti mundet ta ndryshosh diçka vetëm kur e njeh atë. Pra nëse ti nuk e din që ti zemërosh ose diçka të zemëron, atëherë si do dish se si ta transformosh zemrimin? Pra, rruga për të ndryshuar dhe për të transformuar mendjen nga negative e pozitive është një rrugë që vazhdon. Është një rrugë që vjen duke reflektuar dhe duke vëzhguar. Pra dhe gjithë rruga nis kur ne arrim t'i shohim të dyja si funksionon, dhe prandaj është shumë e rëndësishme të vëzhgojmë si funksionon mendja jonë, cilat janë mendimet brenda saj, çfarë vjen, çfarë shkon. Dhe cili është, po ta vëmë re Flavia, nëse e praktikojmë, brenda mendjes tonë është një mendim që është më predominanti. Pra ka intensitetin më të lartë. Dhe Gurgjia thot, çdo kush po ta vëzhgoje, ka një mendim që udhëheq jetën e tij. Dhe ky mendim vihet më tepër re në kohën e lirë. Kur njeriu ka kohë të lirë, shih se si e shfrytëzon kohën e lirë. Dhe aty do shohësh se cili është ai mendim. Dhe Gurgjia thot që ky mendim është ai mendim që ka përcaktuar jetën tënde të shkuar ku she mbrapa, dhe është pa ai mendim që do presish me jetën që do vije. Pra dhe ne shohim, ankohemi për të shkuarën dhe nuk jemi të kënaqur për të ardhmen, kur na vije. Pse? Sepse nuk kemi vëzhguar atë mendim. Nëse ne fillojmë të vëzhgojmë atë mendim, të tashmen do bëjmë gjën e dur dhe do të mbjellim gjën e dur, dhe automatikisht e ardhmja do të sjellë gjën e dur. Pra gjithçka nis të vëzhgojmë mendjen dhe tim se çfarë është duke ndodhur brenda mendjes tonë dhe se si organizojmë mendjen tonë. U vura në vështirësi. Thjesht fakti që duhet të bësh ka shumë analiza të thella dhe duhet të jesh vërtet shumë i vëmendshëm dhe i fortë në të jetën kohë, se mendoj Bergadas që ka të bëjë dhe shumë konsistenca, forca e një njeriut të që të zgjidhë pikërisht këtë rrugë dhe orientimin pozitiv për mendjen e vet dhe të punojë çdo ditë për të, sepse realisht
nëse qëndrojmë kështu në gjendje të lirë, më duket edhe mua personalisht që i kam mjetet dhe kam prezencën e gurgjisë, më duket shumë e vështirë në qoftë se nuk tregoj dhe forcë kundrejt mendjes time. Eksaktësisht është eksaktësisht çfarë i the. Nëse don ta ndryshosh mendjen, e para du ta shohësh si është, dhe atëherë ti thuash se çfarë don, dhe atëherë eksaktësisht çfarë ti the. Ti je i vendosur ta sjellish aty ku ti don. Dhe për këtë duhet të jesh i vendosur dhe konsistent, i vazhdueshëm. Dhe atëherë ndryshim do vijë. Dhe ky është spiritualiteti, të mëson të jesh i fortë në atë çfarë vendos. Po them unë dua dhe vendos që të bëj apo të arrij këtë. Dhe nuk mund thjesht, nuk është mjaftueshëm thjesht, okay, vendose dhe atëherë do vijë. Jo, ti do të punosh për ato. Pavarësisht çfarë jeta të sjell, ti duhet të jesh i vendosur dhe të mos heqësh asnjëherë syt tek ajo që ti e ke vendosur. Askush nuk tha bëhu ky. Jo, ti vendos me vullnetin tënd. Dhe të mos heqësh asnjëherë syt dhe të përkushtosh gjithë jetën tënde të arrish atë. Dhe prandaj njerëzit e suksesshëm janë suksesshëm sepse kanë qartë ç'a duan dhe janë shumë vendosur për të arritur atë që duan. Dhe nuk lohaten edhe nga faktorët e tjerë. Po kush janë pengesat më të zakonshme që të largojnë pikërisht nga të menduarit pozitivisht? Okej, këtë ma thuaj eksaktësisht me jetën tënde. Kur ti fillove të ndryshosh dhe fillove të vlerësosh jetën ndryshe, çfarë të largon, çfarë të bën që të mos bësh atë që ti don? Pa ma thuaj pak, na thuaj, na ndajmë ne. Që të mos bëj atë që unë dua është pak e vështirë sepse unë jam shumë kokfort në këtë drejtimin e të bërit të gjërave që dua. Dhe kam qenë që e vogël, do thoja pak, jo pak, po disi rebele, si e vogël, si adoleshente e në shkollë të lartë të tjera, me radhë që gjithmonë e kam ndjekur intuitën time. Por ka pasur fragmente padyshim që jam luhatur, që kam pasur mendime jo të mira, pra negative, dhe patjetër që kam pasur edhe regres përgjatë rrugës. Pra kam bërë disa hapa para, kam bërë edhe hapa pas. Një nga arsyet që mua më ka ndikuar janë reagimet e njerëzve, sepse ato janë edhe, sidomos kur bëhet fjalë për njerëz që janë më të afërt se sa kolegët e zyrës për shembull, apo më të afërt se sa një rreth shoqëror i gjerë, për cilin ti konsumon vetëm një kafe ose ke interesa të përbashkëta, flas për misi të ngushta, vite ndoshta prezente në jetën tënde. Kështu që mendoj që njerëzit janë ata që të lënë pas dhe pastaj edhe ti vetë si person duhet është pikërisht ajo që tham edhe më përpara, që duhet jesh i vendosur, mos ta humbësh fokusin tënd. Dhe kjo kokforci nuk quhet vetëm kur bëhet ajo që ti mendon. Kokforci do të thotë që ti të kuptosh edhe çfarë është më e mira për ty dhe ta ndjekësh duke marrë parasysh që edhe në këtë rrugë nuk do qëndrojnë të gjithë në mbështetjen tënde. Nuk në çdo lloj rruge, e qoftë kjo edhe jashtë spiritualitetit, nuk mendoj që gjithmonë njerëzit do t'i kesh mbrapa vetes, sepse pikërisht këto njerëz nga të cilët ndoshta nuk janë edhe shumë nuk do thosha që janë negativ, por ndoshta aq din. Është janë larguar ndër vite, domethënë njerëz janë larguar, njerëz janë afruar, dikush për interesa, dikush sepse ka dëshirë të ndajë gjëra me ty, dikush se mëson nga ty. Por gjërat që mua më kanë mërzitur më së shumti në rrugën e baktit, që më kanë penguar dhe më kanë bërë të mendoj, ose më kanë lënduar, kam derdhimbje, kanë qenë pikërisht reagime nga njerëz të afërt, nga njerëz familjar dhe nga njerëz të cilët kanë qenë dhe janë me mua prej vitesh në rrugë. Është ajo çfarë ndave. Do të thonë, njerëzit, dhe kur themi njerëzit, po themi përfshi edhe ne. Po themi natyrë njerëzore, ose si njeriu funksionon. Sepse ne në atë lloj mënyre jemi edukuar. Ata që na kanë edukuar në atë lloj mënyre janë edukuar. Po themi ne gjëja e parë
që na vjen vazhdimisht është të tregojmë tjerëve se çfarë bëhen me jetën e tyre. Por nëse do interesoheshim aq shumë se si do donim që jeta e tjerëve të interesoheshim për jetën tonë, të jemi të bindur që kualiteti i jetës tonë do ishte shumë më ndryshe. Dhe po themi, me eksperiencën e jetës time, çfarë jam duke mësuar çdo ditë jetës time, mund të them vetëm për veten time, është që kthej syt tek jeta jote. Kur ti të mësosh si të jetosh jetën tënde në mënyrën e dur, atëherë ndoshta do kesh më të lehtë kuptosh jetën e tjerëve. Si mundesh ti të ndihmosh të përmirësosh jetën e dikujt tjetër kur jeta jote është ups and down, është me kokë poshtë. Pra dhe këto është duke bërë qenie njerëzore për fat keq. Jo sepse qenia njerëzore nuk e ka këtë natyrë, por sepse ajo është realiteti dhe prandaj momentin që ne e humbasim të kuptuar që duhet të ndryshojmë, ky është diçka që nuk na le të rritem, nuk na le të ndryshojmë. Pra kur njeriu është i hapur, ta pranojë realitetin cili është dhe të jetë i hapur për ndryshuar, atëherë do filloj ta shohë jetën ndryshe. Edhe këtë do doja të theksoja, Flavia, nëse kthejmë syt dhe fillojmë të interesohemi si unë dua të jem, çfarë mund të bëj të përmirësoj jetën time, atëherë do arrish edhe të ndihmosh nëpërmjet shembullit tënd të tjerët. Është një lloj si një nën. Nuk dua të përdor këtë gjuhë, po tani po them se s'po më vjen diçka tjetër. Nëse një nën është e shthurur, nuk është familjare, ku diun se çfarë, nuk respekton prindrit, nuk respekton bashortin, dhe përpiqet t'i mësoj fëmijës saj t'i japi një shembull. Jo, e ka humbur atë, sepse fëmia do vëzhgojë jetën e saj. Pra dhe ne na thon njerëz pse je duke bërë këtë, bëj këtë. Jo, ma trego me jetën tënde. S'ke nevojë të më thuash asgjë. Nëse unë të shoh që ti je i lumtur me jetën që ke, i plot me jetën që ke, s'ke nevojë të më thuash asgjë më tepër. Sepse unë dëshoj nga jeta jote, dhe prandaj njerëzit e mençur nuk flasin, sepse jeton jetën e tyre dhe janë të hapur plotësisht ndaj njerëzve që kanë rreth, dhe jeton jetën plotësinë e saj dhe nuk kanë asgjë për t'i mësuar askujt. Nëse unë të inspiroj me jetën time, nuk po them unë, po dikush, merre, nëse mos e merr. Pra një njeri i mençur nuk t'i imponon gjërat. Nuk thot bëj këtë, bëj atë. Thjesht ai jeton jetën e vet. Dhe nëse ka diçka të inspirohesh prej tij, inspiro. Ndryshe, vazhdo. Çej ato që t'inspiron. Po ndaja Bargadas një kafe me një shoqe sot. Edhe po i tregoja diçka, një ndodhi personale, edhe në të njëjtën kohë po i tregoja edhe mënyrën se si isha përgjigjur edhe çfarë mesazhi i kisha dhënë personit tjetër. Dhe ajo në fakt është një mikeqe imja e cila është prezente që kur kam qenë 8 vjeçë, që do të thotë mbi 25 vite shoqëri tashmë. Dhe po më shikonte, dhe ishte jo dhe shumë e habitur, pasi unë kam pasur gjithmonë tolerancë në marrëdhënie me njerëzit, por po më shikonte dhe po thoshte që je serioze ku ma thua këtë lloj reagimi, përse nuk i tregove personit tjetër që jo, kjo gjëja nuk është kështu, që ti e ke kuptuar që është kështu, që nuk duhet ta kishte bërë dhe etj me radhë. Me reagime dhe pak impulsive normalisht. Dhe isha shumë i qetë dhe u kujtova dhe thash, isha dhe vetë e surprizuar në një moment për gjithë mënyrën se si kisha reaguar dhe faktin se si e kisha shkëputur këtë person dhe veprimin e këtij personit kundrejt meje pa e lidhur me veten time. Dhe unë për vete, kur miq më pyesin që si ndihesh, pse po e ndjek këtë rrugë, ose pse ti shkon dhe takon kaq shpesh Guruxhin,
unë them gjithnjë që mua kjo gjëja më bë të lumtur dhe nëse mua më shihni të lumtur nuk kam asnjë arsye pse t'i tregoj asgjë askujt më. Qoftë edhe në situata ndryshme nuk kam pse t'i tregoj një personi tjetër që unë kam to cilësi apo kjo është mënyra se si duhet të sillesh me mua. Pasi secili vendos qëndrimin e tij dhe mënyrën se si i ndërton marrëdhëniet e veta. Dhe unë e vëre ndryshimin tim dhe të them të drejtën edhe më pëlqen. Më pëlqen sepse jam më e liruar. Nuk mërzitem më, fle gjumë më rahat, duke di se sa kohë kam që më përpara më duhet të rrotullisesha disa herë në krevat për të fjetur gjumë. Tani jam op, 1, 2, 3, fle gjumë dhe çdo gjë tjetër që nuk më përket le të qëndroj larg nga unë. Edhe kjo është efekti pikërisht i mësimeve dhe i rrugës. Është e vërtet mënyra se si e solle dhe do thoja është mënyra se si e sheh. Dhe një gjë do thoja me atë çfarë po ndaje që po mbinte në mendje është mundësia për të eksperimentuar diçka ndryshe është kur i mbyll portën. Ku ndryshon po themi një njeri para se të fillojë rrugën shpirtërore ose njohjen e vetes vet dhe mbrapa. Kur ti fillon të besosh që ka diçka më tepër brenda teje. Pra njeriu problemin më të madh, po themi me veten tije ka ku nuk beson te dashuria. Ku nuk beson te lumturia, ku nuk beson tek pozitiviteti. Dhe kur ti ja mbyll derën gjitha kësaj, atëherë sigurisht jeta jote do jetë e errët. Dhe prandaj kur ne flasim po themi për dashuri, nuk është rreth flasir, ne do flasim se goja do nxjerrë diçka, por duhet ta eksperimentosh, ta eksperiencosh, jo eksperimentosh. Dhe kjo është ajo çfarë ti po ndaje, sepse nuk është diçka që ti po bën diçka që dikush tjetër ta ka thënë, jo, e ke eksperiencuar. Ajo është pjesë gjurmë e jetës tënde, dhe prandaj ti tani fle rahat, bën një gjumë të mirë, sepse ke eksperimentuar 2 lloj të jetës përpara edhe tani. Atëherë është shumë e lehtë, pse do zgjedhësh këtë që je duke bërë? Sepse ajo është ajo çfarë ti don. Ajo që në fund të ditës më bën të ndihem më mirë. Shumë më mirë. Eksakt. Po jo të gjithë njerëzit janë të hapur ndaj kësaj. Dua të jem mirë apo s'dua të shtoj asgjë, s'dua të provoj asgjë në jetën time. Okej, e gëzofsh atë që ke. Askush s'po të detyron. Në fakt në Bargadas ne e flasim edhe të dy e dim që marrëdhënia më e vështirë ose përballja më e vështirë është pikërisht kur ti vendos që të ndjekësh një rrugë shpirtërore dhe për të përmirësuar, përballja më e fuqishme është pikërisht ajo që ti ke me veten tënde dhe nuk të mendoj njerëzit ose dhe unë vetë për shumë vite ndoshta mendoj që këtë kam shmangur. Dhe ajo faza që ti përballesh me të evidentuarit të gjithçkaje që nuk shkon tek ty, të evidentuarit të disa cilësive jo të mira që do doje që ti përmirësoje, qoftë edhe për të çliruar dhe për të ndjerë më mirë. Janë edhe disa gjëra shumë të vogla ndoshta që thjesht të lehtësojnë ditën dhe mendimet e tua. Është pikërisht ajo gjëja që për të cilën duhet të luftosh, mendoj unë, dhe le të themi që ajo është një fazë e cila ka dhimbje brenda. Nuk është se të pasurit një mendje pozitive dhe të orientuar drejt pozitives, si të thuash të heqin nga lista pjesën e dhimbjes dhe të përjetuarit të gjërave reale që ty po të ndodhin. Thjesht është çështje e fokusi edhe. Të paktën kjo ka ndodhur me mua, që e kam përjetuar edhe me dhimbje, disa përballje me veten time kam qenë në dhimbje, por kam qenë e qartë që doja të kisha një mendim pozitiv dhe që doja që të zgjidhja diçka më të mirë për veten time. Dhe patjetër rrugtimi
nuk është se hidhesh nga këtu deri këtu, nga fusha kalon në mal, do ecësh deri për të shkuar tek mali. Nuk është kaq e thjeshtë. Eksakt, dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe mënyra se si e solle, sepse të ndryshosh nuk është e lehtë. Pse? Se duhet përballesh me atë gjë që do ndryshosh. Dhe njerëzit përgjithsisht në jetën e tyre duan gjëra të lehta. Dhe prandaj ne nuk marrim iniciativa, nuk duam, sepse i duam gjëra të lehtë. Jo, të ndryshosh, të sjellësh diçka speciale, ti duhet të investosh për ato. Dhe prandaj po themi gurgjia dhe rruga shpirtërore, çfarë na ndihmuan, sepse spari na kthej dhe na tha të fokusohesh tek forca jote. Po themi çfarë bota ose mënyra si jeta jashtme na mëson, thotë gjithkohon gjen dhe kritikon pikat e dobta tua. Jo, gurgjia tha dhe na zgjoi, na mësoi të kthejmë sy dhe të shohim fuqinë brenda nesh. Dashurinë brenda nesh. Cilësitë që na udhëheqin, na ndryshojnë brenda nesh. Dhe atëherë pse mos ta ndjekësh? Dhe prandaj është e gjithë ndryshimi. Unë në fakt do doja që këtë episod ta mbyllnim me një praktik, ndoshta shumë të thjeshtë, që mund të sugjerojmë dëgjuesve tanë për të kultivuar një mendje pozitive, çfarë duhet të bëjnë ata dhe ta nisin pikërisht sot. Ka pafund mënyra, por ndoshta ajo që po më vjen tani është ulu, merr një stilolaps dhe një letër. Dhe shkruaj poshtë, bëje për 5 minuta, sa duash. Gjithçka që të vjen. Çdo gjë që vjen në mendjen tënde, shkruaje në letër. Kur ta mbarosh së shkruajtur, lexoj gjitha gjërat që ke shkruajtur. Dhe pastaj pyete veten tënde në fund. Çfarë dua nga këto që kam shkruar këtu dhe çfarë nuk dua? Çfarë duhet lej të shkoj dhe çfarë dua të ndryshoj? Nëse zgjedh midis këtyre, çfarë do zgjedh? Nëse zgjedh vetëm një gjë, dhe atëherë do kuptosh se si ta ndryshosh mendjen dhe si ta bësh më pozitive. Unë kam bërë disa herë me të shkruar, po asnjëherë nuk e kam bërë seleksionimin në këtë formë që ti sapo the Bargadas. Do ta bëj unë sot. Okej, le ta bëjmë gjithë. Super. Bargadas, ne do shihemi episodin e radhës për të ndarë mësimet e gurgjisë edhe rrugës së paktit. Faleminderit Faleminderit shumë, Flavio. Çegurdev.